Më falni, por unë kam kaluar gjithë natën duke studiuar të dhëna statistikore për skuadrat që luajnë në kampionat. Statistika? Shiko se për të fituar skuadrë e re Oliver Hartoni tu ka nevojë për statistika. Sigurisht, kjo është shumë e vërtet, por është gjithmonë më mirë të jesh i informuar. Megjithatë, pse e kemi lënë të takojmë kaq shpejt ne? Nuk besoj se duhet të shkojmë në këmbë deri në Tokyo. Mos u bëj si shakaxhi, edhe këtë herë kam zgjidhur problemin e transportit, është i rehatshëm dhe i shpejt. Mos më thuaj që do të jepim trenit me shpejtësitë e lartë. Pak a shumë është diçka e tillë. E ke seriozisht ti? Mjaft me fjalë, duhet të nxitojmë, për ndryshe do bëhemi vonë. Më fal, po shlidhe ka frutashi si me ne? Qep, theri urt, Artur. Kur të kesh mbaruar me shkarkimin e furgonit, e ja të mund ndihmosh me vendosjen e perimeve në përstenda, është koha për të hapur dyqanin dhe kemi ende shumë punë. Po, sigurisht e dashur, mos ki merak. Po ku po shkon, more? Mos më thuaj që ke ndërmend të më lësh vetëm këtu në dyqan. Ktheu me një herë këtu. Më vjen shumë keq thonj. Ai poshtri bën gjithmonë kështu sa herë ka ndeshje futbolli. Ku jemi? Ja dolëm banë, po marrim pjesë në kampionatin kombëtar. Djema, ky stadium që nga gjigant. Është era e parë që fillestarët e skuadrës që luajnë te Njupi arrin të shkojnë kaq lart, apo jo, ë? Po, nuk duhet të jesh nervoz. Futbolli është futboll, nuk ka rëndësi në cilën fush luan. Po, ke të drejtë, por nuk duhet harrosh që shumë lojtarë të mirë do të vinë këtu nga i gjithë vendi. Duhet të jesh në gjendje shpirtërore të lartë për t'i mundur. Ha pra, lëviz, nuk më sheh, shpejt. Ha pra, James, lëviz, leja. Hapni rrugën. I pata të dy që në kambinjak. Ç'kemi? Edhe ju jeni pranuar në kampionat? Po. Unë dhe vëllajm Gjezën luajmë të skuadra Odogu. Atëherë, çfarë pret James? Mirupafshim. Eja. Ta njerëz të çuditshëm. Po arrin ta kontrollojnë shumë mirë topin. Të mendosh, dy binjak që luajnë në të njëjtën skuadër. Një bashkëpunim i mirë mund të krijojë skema loje fitimtare. Çdo vit dalin skuadra të reja dhe talente të rinj. Kampionati kombëtar është i bukur edhe për këtë. I kemi premtuar Benxhi që do të përpiqemi në maksimum për ta fituar. Duhet të fitoni. Bëjeni për mua. Si kapiten duhet të ndaloj që skuadra të pësoj një disfat. Të paktën jo derisa të jemi përballur me Mapedin.
shiko këtu, sa shumë lojtarë që marrin pjesë. Nuk e dije që në kampionat janë pranuar 48 skuadra? Dhe të gjithë këta djemë duken shumë luftarak. Është me të vërtet emocionuese. Vini re. Të gjithë lojtarët e regjistruar të bëhen gati për të hyrë në fushë tani. Është koha, Oli, le të shkojmë. Po, Çfarë ke kështu? U ka përfunduar Benji Price. Nuk është këtu apo jo? U të merrua vetëm nga ideja që do më takonte mua. Si guxon? përpiqu ti përmbash emocionet, Mark. Do të arrimar vete në kohë për të përballur me ty. Të jesh i sigurt. Zonja dhe zotrinj, erdhi çasti kaq shumë i pritur nga të gjithë ne. Të 48 skuadrat sportive që kanë kaluar ndeshjet e kualifikimit dhe janë pranuar në kampionatin kombëtar, ndodhen në fushë për ceremoninë e hapjes. Sot këtu qielli është i kaltër dhe dielli ngroh shpirtrat e lojtarëve. Siç tashmë mund ta dini, kampionati do të ketë zhvillimin e mëposhtëm. Skuadrat e ndara në grupe nga 6 do të luajnë në 8 xhiro. 2 skuadrat e para të klasifikuara pas çdo xhiroje do të kalojnë në çerek finale, përjedhoj dhe 2 do tjera do të shkojnë në çerek finale. Në gjysmë finale do të pranohen vetëm 4 skuadra, por vetëm 2 do të ndeshen për fitoren e kampionatit kombëtar. Shorti ka vendosur për mbajtjen e skuadrave që do të nisin çdo xhiro. Ka skuadra të favorizuara, por dhe të nivelit të dytë, por janë të gjitha luftarake dhe të afta për të konkuruar. Ja ku mbaritëm. A marrë mira sa janë shtuar makinat. Atëherë, do të nisimi të bëjmë tifo për skuadrën tonë. Po, për skuadrën e re. Ura! Oh, Pati, vrapo, shpejt, nxito këtu. Kemi lajme të këqija. Çfarë ka? Nxito pra. Eja, të shikosh. Gjërat po shkojnë shumë keq. Përsi e ka që shqetësuar? Mos ndoshta ke parë kundër kujt do të luajmë në ndeshjen e parë? Shiko këtu, Pati. Shiko tabelën. Duhet të përballemi me Mapetin. Por është pikërisht skuadra që është e favorizuar. Është një fakt i madh që rasti po na jep mundësinë të shikojmë kaq shpejt një përballje të drejtë për drejtë midis Mark Lendersit dhe Oliver Harton. Do të jetë e dobishme për na. E ke vendosur këtë marrësh? Ende jo. Do të shohim kush është më bindës në fushë. Për skuadrën tonë është e rëndësishme të zgjidhet lojtari i tur që do ta çojë drejt fitores. Gjithçka që na duhet tani është sulmuesi më i mirë i kampionatit. Kjo nuk na duaj. Nuk do të jetë një detyrë lehtë të përballesh më njëherë me Mapetin. O jo. Sa do doja që burrin të ndodhej këtu për të parë si luan Oliveri. Po, do t'ishte fantastik. Wow, turma që nga emocionuar që tani. Mezi po pres të fillojë ndeshja. Po, është normale, në fushë tashmë do të përballen 2 skuadra të mëdha, skuadra e re dhe Mapeti. Njerëzit këtu thonë se kjo mund të quhet edhe ndeshja finale e kampionatit. Atëherë çfarë po presim për të bërë tifo? Oh, po! Më të fortët jemi ne, heronjtë e skuadrës sonë të re! Të fitoni! Forca ju tim! Jeni të mrekullueshëm. Benji, mos ki frikë. Do arrim ta mundim Mapetin. Turma po çmendet. Dhe ja skuadra e Mapetit po bën hyrjen e saj. Ke zënë vendin bosh që ka lënë Benji? Unë nuk zë vend e bosh, si që shikon jam kapiteni i ri i skuadrës së re. Pa Benji Price'in vlera juaj në fushë është 0, ndërsa Mapeti është skuadra që të gjithë vlerësojnë si fitimtare. Mos e gënje veten, do ta fitojmë ne kampionatin. Ai Palacio mendon se Benji është burimi i uni vetëm. Nuk e di që mund të mbështetemi edhe në zotësinë e Olit. Pishkëllima e arbitrit, fillon ndeshja. Nuk të lë të kalosh, voglush. Kapiteni i skuadrës së re Oliver Harton lëshon menjëherë një veprim sulmues dhe çon përpara topin. Kapiteni i Mapetit Mark Lenders përpiqet që ta ndalojë atë.
Tom Bekeri mbulon sulmin e Oliverit dhe Danny Melo shkon për të mbështetur Markun. Duhet ta ndalojmë. Nuk do të lejojmë kur që të mundemi nga mapeti. Kur? Parashikohet një përballje gjigande Kujdes, ndërmjet dy skuadrave. Për plasën të dy, kundërshtimi është i fortë. Topi fluturon në ajër. Tom Becker, goditja me kokë ja kalon Teddy Carterit, i cili e pret dhe e lëshon përpara. Dy kundërshtarë ndjekin. Johnny është iti! Jam gati, është imi, Teddy Carter lëshon topin për Johnny me zonin, por Danny Melo kupton gjithçka dhe ja rrëmben topin nga këmbët. Pastaj me një kërcim shmang një përplasje. Hej Danny, ma paso mua shpejt. Danny, që ke përmirësuar shumë. Hey, ha! Oliver Harton merr topin dhe vazhdon gjithmonë përpara. Mark Landers është i vendosur të mos e lejoj të kalojë dhe i zë rrugën. Provoj edhe do të të bëj copa. Oliver nuk duket i friksuar dhe vazhdon drejt tij. Të lumt, eja po të pres. Tani do të shikojmë një përballje tjetër mes të dyve. Po çfarë? Çfarë akrobacie! Oliver Harton e ngret topin mbi kokën e Mark Landersit me një goditje sulmuese. Kalon kundërshtarin, merr shenjë, quhet dhe është gol. Të lumt Oli! Victoria do t'jetë e jona, askush nuk mund të na sfidoj. Pa shiko çfarë mpurra veci. Victoria do t'jetë e jona, askush nuk mund të na sfidoj. Pa shiko çfarë mpurra veci. Mark Landers i ka energjinë e dur, dhe derisa të ketë këtë energji nuk mund të humbas. Të bëjmë një triblim të mirë. E zi po pres. Mapeti me zi po pret të reagoj duke sulmuar. Nuk kuptoj përse Mark Landers si është mbështetur tek shtylla. Nuk arrim të kuptojmë përse sulmuesi i Mapetit po qëndron pa lëvizur te shtylla e portës. Nisu Oli! Tom Becker edhe një top të gjatë për Oliver Harton që e pret. Oliver Harton lëshohet drejt portës së Mapetit. Ta marrë mira. Ta hequn dëshirën për të sjellë si mendje madh. Merre këtë. Marku ndërhyn rënd drejt Oliverit duke i drejtuar këmbën e vendosur në rrëshqitje. Arbitri gjykon të rregull ndërhyrjen dhe sulmi vazhdon. Tani ju a tregoj unë se kush do të fitoj. Gjuajtja e fortë e Mark Landersit godet Alan Krogerin në mes të fytyrës përpara se të shënoj. Rezultati i ndeshjes është tashmë 1-1. Megjithatë shohim tani se portieri i skuadrës së re është ende për tokë. Të shpresojmë që të mos jetë gjë e rëndë. Os harro asnjëherë diçka, Oli. Futbolli im nuk ka as pak lidhje me lojën qesharake që bën ti. Edhe ti mos harro që futbolli për mua nuk është lojë. Çfarë? Futbolli për mua është ëndra ime. Shkallësia e Oliver Hartonit kundër forcës së Mark Landersit. Shumë interesante. Po, jam dakord, zoj. Ai djalë goditi qëllimisht portierin në fytyrë. Futbolli një ëndër. Mos më bëj të qesh, Oli. Së shpejti do ta kuptosh se jam shumë më i zoti se ty. Mark Landers provon të shënoj nga një largësi e madhe. Është një shpërthim që shkon drejt portierit. Alan Krogeri duket i pasigurt. Është gol! Gol! E pabesueshme, portieri i skuadrës së re ka mbetur pa lëvizur si statuj. Gjuajtja e Mark Landersit nuk ishte veçanërisht shumë e fortë, por mjaftoi për të friksuar Alan Krogerin. Përse Alan? Çfarë bën? Për shëllima e arbitrit mbyll pjesën e parë. Rezultati deri tanishëm është 2-1 për Mapetin. Ai portier nuk mund të luajë në pjesë të dytë.
Djema, e kam friksuar shumë atë portierin. Tani është shumë i dobët. Gjuani drejt portës sapo t'ju jepet mundësia, në rregull? Po, kapiten. Të lumt, Mark, po bën një punë të shkëlqyer. Duhet të fitojmë dhe nuk ka rëndësi, kështu e ka futbolli. Fillon tashmë pjesa e dytë. Mark Lenders sapo dëgjoi fërshëllimën e arbitrit, zotron me njëherë topin dhe e çon Mapetin përpara. Futbolli është një ëndër. Sa pa kuptim. Ta tregoj unë se çfarë është futbolli, Oliver Harton. Një tjetër goditje shumë e fortë e Mark Lendersit. Alan Kroger është përsëri në vështirësi. Do të jetë një gol tjetër për Mapetin. Oliver Harton ka bërë një ndërhyrje të mrekullueshme. Nuk duhet kesh frikë nga gjuajtjet e tij, Alan. Topi është si një mik. Sa shumë që flet voglush, qepe gojen dhe prite këtë. Pa shikoni e zuri në mes të fytyrës. Tani hyrë në rrjet bashkë me mikun tënd top. E pabesueshme Oliver Harton arriti të mos e kaloj vijen e portës. O si mundi? Oli mos! Oli jo! Faleminderit. E shikon? Si të thash, topi është si një mik. Mendoj se e mora mësimin Oli. Tani do ta mbroj portën tonë me çdo kusht. Nuk kam frikë nga gjuajtjet e Mark Lendersit. Në rregull, djema, do fillojmë sulmin, silluni mirë me mikun tim. Ta marrë mira, ai voglushi i ridha besim portierit. Do të ma paguaj. Oli juaj është me të vërtet një djalë i mrekullueshëm. Je shumë i zoti, të lumt! Topi është tani te skuadra e re dhe Oliver Harton që merr në drejtim skuadrën e shtyn drejt sulmit. Ulojeni mirë, mos e lejoni që të kaloj për asnjë mënyrë. Bllokojeni. Mark Lenders udhëzon skuadrën e vet që të krijojë një mur për të ndaluar Oliverin. Dy mbrojtës të Mapetit përpiqen që ta bllokojnë Oliverin. Qarin dëshmang përplasjen me një kërcim akrobatik. Tom Baker është i lirë në zonë, merr topin dhe hedh atë në qendër. Bruce Harper merr gjithashtu një pasim. Dhe është një rast i mirë për skuadrën e re. Deni, nisu drejt kundër sulmit. Një lojtar i Mapetit rrëmben topin dhe e lëshon rrufeshëm drejt Deni Melos që niset në kundër sulm. Hapet një tunel dhe mbrim përpara portës së skuadrës re. Alan Kroger hidhet dhe ndalon. Punë e mirë, Alan. Le të vi kush të doj të godas përsëri portën time. Loja rinis dhe Paul Diamond merr topin. Paul Diamond rinis topin në mes të fushës, ku Oliver Harton dhe Mark Lenders edhe një herë tjetër janë në luftë për t'u vendosur në lojë. Duhet shmangësh për plasjen fizike me të, për ndryshe do ta pësosh. I gjori Oli! Manovrimi Oliver Harton i cili me një piruet arrin të qëndroj në këmbë. Të lumt, tregoj se kush je. Ringrihet Mark Lenders dhe kthehet në ndjekje të kundërshtarit të tij. Mes të dyve sfida vazhdon gjithmonë. Të shohim nëse mund ta shmangësh këtë voglush. Ha! Oliver Harton e shmang ndërhyrjen me rrëshqitje të Lendersit, gjuan dhe shënon. Kështu vazhdo Oli! Ta marrë mira, ja tolin ban dhe kësaj radhe. Kapitenët e të dyja skuadrave kanë shënuar nga 2 gola secili. Tani duhen dhe pak minuta nga fundi i takimit dhe nuk di t'ju them se kush nga të dyja skuadrat do ta fitojë ndeshjen. Nuk e kisha menduar kur që në këtë kampionat do të ndodhej dikush në gjendje të konkuronte me mua. Deni, pasoje sigurtisht e një goditje dënimi. Ja dhe topi takon Lendersit. E këtë jam i sigur që do të arrim të fitojmë ndeshjen. Ja dhe një tjetër gjuajtje shumë e fortë nga kapiteni i Mapetit. Është një bombë e vërtet. Topi kalon portierin për godet shtyllën. Jo! Megjithatë Lendersi nuk dorëzohet. Çfarë karakteri? Ai nuk dorëzohet kur. Unë do të fitoj. Nuk do të lejoj. Hiq mu nga rruga për ndryshe do ta pësosh keq. Jo, nuk do të lë të kalosh. Lenders sulmon dhe përpiqet të vazhdoj. Harton bën një qëndres të fortë. Duhet të fitosh Oli! Baje veten, miku im. Mos ish dorë. Jepi Mark këmbgul. Nuk duhet të kaloj Oli! As mos e provo, Mark. Do t'jem unë fitimtari. Përpiqu, Mark. Gjej hapësirë dhe gjuaj.
Arbitri bëhet gati për të bërë fërshëllimin e fundit të lojës. Oliver Harton rrëshket dhe përfundon për tokë. Lenders merr shenjë. Nuk do të shënosh. Veprimi i shkëlqyer ndërhyrjeje. Ta marrë mira, ishte një mashtrim më gënjeve. Danny Melo përfiton nga gjendja. Gjuan dhe shënon. Çfarë emocioni, pikërisht në mbarim të kohës. Mapet i kalon në avantazh fal golit të Danny Melos. Rezultati përfundimtar është tani 3-2 për Mapetin. Skuadra e re pëson disfatën, megjithse dhe barazimi do të kishte qenë rezultati më i drejtë. Loja e parë e kësaj gjiroje përcakton Mapetin dhe skuadrën e re si skuadrat më të forta në fitoren e këtij kampionati. Ishte një garë e bukur, por mbi të gjitha një garë midis kapitenëve të dyja skuadrave. I voglushi Oliver Harton luftoi në të gjitha mënyrat dhe arriti të më pengonte gjuajtjen. Ndeshje e bukur, Mark. Je i zoti dhe ke energji. Do të isha shumë e lumtur nëse do pranoje të vije në shkollën tonë Toho. Nuk kuptoj, çfarë është një propozim zyrtar? Nuk di këtë zgjedh dhe kam mundësi t'i bëj të njëjtin propozim edhe kundërshtarit tënd. E ke fjalën për Oliver Harton? Pikërisht. Na duhet vetëm një sulmues i mirë dhe sigurisht nuk mund të marrim më shumë se një. Por ndeshjen e fituam ne ama. Po, sigurisht, ishte faza para eliminuese e kampionatit. Nëse do të vishte ne, fito finalen. Kuptoj. Kjo është kërkesa e nevojshme. Nuk duhet të ngazëllehesh. Vazhdo të luash mirë dhe mos harro që vetëm 2 skuadra mund të arrijnë në ndeshjen e fundit. E kuptova atëherë. Duhet të luaj kundër Oliver Hartonit edhe një herë. Do t'ju tregoj se jam më i mirë se ai, vetëm nëse Mapeti do të fitojë të gjitha takimet e kësaj xhiroje.